politike për shkak të angazhimeve të mia. Më kanë hequr bursën e studimit dhe më kanë arrestuar, kam bërë burg politik. E vetmja që më ka qëndruar pranë në situatat e mia të sikletshme juridike ka qenë avokatja nderuar Adriana Kalaja. E në vend që Partia Demokratike, kupola Partisë Demokratike, të loboj fuqishëm për promovimin e figurave të tilla dhe për t'i dhënë një zë institucionit si avokati i popullit për zonin e nderuar Adriana Kalaja, shkon e mbledh firmat dhe deputetët e Partisë Demokratike ja japin firmat një personi i cili ka qenë kundërshtar i Partisë Demokratike. Por këtë ne nuk e tolerojmë dot. Ne duhet t'i japim meritat çdo lloj atribusi të Partisë Demokratike. Doktor, kur riktheve në 2021-shin, erdhe me një mea culpa. The që do t'i jap fund kryetarokracisë. The që do të njoh votën. The që do marri fund momenti kur kryetari nuk mban përgjegjësi pas humbjeve të njëpasnjëshme. Për shkak të urtësisë dhe moshës tuaj politike, unë nuk pres më që nga ti të dëgjoj mea culpan e radhës dhe që ti të shfaqsohesh që Edi Rama vjedh votat. Të njëjtat fjalë, të njëjtat shprehje i thotë dikur edhe Luli. Rama vjedh, Rama pushtetin me dhunë, po ne çfarë do bëjmë? A do ta lejojmë Edi Ramën që të vjedh sërish? Pra me këtë logjik i bie që Rama do të rinë pushtet sa doj ai dhe do iki kur të doj ai. Jo, në momentin kur Rama është në buzë greminës, në momentin kur Rama është totalisht i përlyer me korrupsione dhe me afera të njëpasnjëshme, ne duhet të argëzojmë Edi Ramën. Jo të presim që Edi Rama të largohet vetë nga pushteti. Kjo zonë ka një shprehje, të moshmit e kësaj zone kanë një shprehje shumë interesante. Ka një mallkim që thonë të vdekt fjala. Është një mallkim shumë i rëndë. Për fatin ton të keq, leadershipit Partisë Demokratike ka kohë që fjala është në koma, i ka vdekur me kohë fjala. Prandaj, ne të rit, ne që jemi mbledhur sot bashk, duhet ngrihemi, bashkohemi dhe t'i japim sërish frymën që duhet Partisë Demokratike dhe t'i rikthejmë fjalën Partisë Demokratike për ta bërë sërish alternativë, për ta bërë sërish forcë qeverisë. Faleminderit. Ftoj që të mbaj fjalën e tij Zotin Ndres Pjetri. Të nderuar demokratë dhe demokrate, mirëmbrëma dhe unë tu mund të them mirë si u gjeta, sa mund të them Durrës, sepse kjo është shtëpia ime, sepse unë jam një djalë i 2 trevave, si pjesa më madhe për ju që din, nga Mirdita. Si që ju e dini, unë rrjedh nga një familje persekutuar, me të burgos politik, me të internu, me të vram nga i regjim. Absolutisht, pas edhe në 35 vjetë demokraci, i madh, pastaj unë, kontribus djatës shqiptare. Sot kemi ardhur në një situatë që realisht ne ngrim zërin se si t'i zgjidhim problemet tona të brendshme. Ne ngrim zërin se si t'i zgjidhim problemet tona të brendshme dhe jo zëri që nuk dëgjohet, por këto zgjidhin edhe të shpifim për këto që po bëjnë dhe shkojnë akoma më thellë në batak. Problemet e PD-s janë pafundme, por unë do përpiqem të prek pikat kryesore që realisht PD-ja mund t'i zgjidhë shumë shpejt, thjesht do në vullnet për bashkim të madh. Ka filluar një propagandë sikur Ramën do heqin ndërkombëtarët, do marrin si Madurën e tjerë me radhë. Të shihë vërteta është kjo që 4 vjet të partia jonë politike nuk shkel asnjë ambasador.
Si do kemi mbështetje ndërkombëtarëve? Ky është një mashtrimi i pasur që jep demokratëve thjesht për t'i marrë peng në këtë situatë që kemi ngel. Pas kësaj lëvizje që ne filluam bashkë me Ervini, Tuf, kolegës tjerë, Partia Demokratike vendosi të bëjë analizë. Unë para 2 ditësh isha pjesë analizën degën e Durrësit dhe problemet që dolën në atë analizë ishin 3. 2 që trumbetohen për ditë në televizor, banda dhe trusnia shtetit, dhe një tretë ishte që pse kemi ranë ne nga 2021, ne kemi ranë me mira vota, pse jemi më keq, sepse armiku s'ka ndryshuar, është po i njëjti. Ne kemi marrë më pak mandate. Argumenti që u dha ishte përçarja. Tashi të merremi pak me këtë përçarje. Në 2021 mas humës zgjedhjet ishte ky leadership që tha bashkë lider europian i ka vjedhur Rama zgjedhjet. Dhe masi muaj pastaj boni tradhtar dhe filloi luftë brenda brenda partisë. Dakor, ndodhi që ndodhi, u dha rezultati verdikt nga baza e partisë dhe u zgjodh leadershipi ky që është. Për bashkimin e madh, kush e ka përgjegjësinë për vetë leadershipi? Bashkimin dhe frymëzimin e opozitës e ka përgjegjësi kryesore leadershipi, jo antarësia dhe baza. To justifikohen dhe kanë fajin antarë që janë bashku. Me justifikime kjo punë nuk bëhet. Kemi problemin tjetër që dole analiza bandat. Bandat tu, bandat atje. Ore, me vërtet nuk ka djemë PD-ja që ti dalë për balë bandave? Unë jam i bind që kam i qindra. Për këto... Por këto djemë që kanë kurajnë dhe i dalin për balë, duhen promovu, duhen fut kandidat to, jo fut kandidat që i tremën bandave. Sosh, a i ke problem bandat, fut njerë që din të merën me do, dhe PD ka qindra me të. Tashi kemi problemin tjetër ishte trusnia shtetit dhe njerëzit kanë frikë. Po si mos kenë qytetarët e këtij vendi frikë ndaj këtij shteti, që sa herë kërkom shtetin e opozitës, opozita me thonë drejtën flet gjumë. Se problemet nuk janë vetëm këto që dalin protestet në televizor, problemet janë përditshme. Është policia, janë tatimet, janë shtigmatëja me radhë. Çfarë bëjmë ne gjatë gjithë kësaj kohe? Ky regjim përdor këto mekanizma. A kemi ne drejtor policie të lidhur me bandat? Opozita kush është detyra parë që duhet bëj? Shkoj ta djegja drejtori i policie. Jo, po ne themi djegja do është vandalizëm. Do është gjithë perëndimi, përfshi Francën e Belgjikën, djegin vendin në për protesta, për ne është vandalizëm. Në këtë regjim që ne jemi, vandalizmi o lishmëri, nuk është pa lishmëri. Dhe pra ne opozita duhet ngrihet dhe du dalë për zot qytetarëve cep në cep. Të rrezikoj veta para. Do t'jepi ne të parët që do t'kemi kurajo dhe guximin për t'ju dalë përballë këtij regjimi, të rrezikojmë në çdo lloj cepi të Republikës dhe ju do shihni pastaj nëse qytetarët shqiptar nuk do ngrihen në çdo qytet, në çdo shesht, çdo plazh, çdo fshat. Do ngrihen gjithkohë dhe prej mujë regjimikën. Kjo punë Kjo punë ka vetëm i rrugë, përballje me çdo çmim me këtë regjim. Rrugë tjetër kjo punë nuk ka. Kush do të thotë rrugë tjetër i shërben ti regjimi? Rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria Demokratike. Tani kam derën dhe kënaqësinë fjalën t'ia kaloj burgosmit fundit politik në Shqipëri, zoti Ervin Saliani.